Përshëndetje, Xhaxha Haxhi. Mirë se vjen, djalë. Por juve nuk ka selam. Çfarë po ndodh këtu, ha? Çfarë janë gjithë këto mobilje këtu? Siç po ndodh. Si është puna, ish vjekra ime. Gjatë një darke familjare vendosëm që edhe unë të jetoja këtu. A nuk ishte ashtu? Mobilet në shtojës janë shumë vulgare, të jemi sinqert. Vendosa të zgjidha sipas shijes sime çfarë kishte mbetur. Pse po e bën ti këtë? Përse vazhdimisht je në hundën time? Nuk duroj ta shoh maman tënde të bëj gjëra të tmerrshme dhe të mos ndëshkohet. Edhe Barbari nuk e duron dot atë. Kështu që vendosëm që gruaja që odhi gylajshën tonë në plera të jetonte në të njëjtën qati me vrasësin e burrit të saj. Pse nuk duhet ta shikoj vrasësin e burrit të saj rësi çdo ditë. Gylajshën na propozoi të vinim dhe kur na tha si jeni të mirë se ardhur. Dhe kur thua ti? Do me thënë, bukuroshe, për të thënë shkurtimisht, unë do e fundosin në nënë tënde. Do me thënë, ajo do e takoj burin e saj sa herë që më shikon mua. Ajo s'do e duroj, dhe kur do vendos ajo të bëj vetë vrasje, do të shoj. Duhet të presësh shumë. E dashur, kam 23 vjetë që pres drejtsin për Karan e çrënjosur. Çfarë po më thua ti mua? Do të pres përsëri. Ti a mendon se zonja Motër do të lejoj vrasësin e vëllait të saj të jetoj këtu me ne? Ha? Ajo do të dëboj ty me njëherë. Apo jo, Xhaxha Hafiz? Nuk e di. Ndoshta ai do të thotë se Barbaros jeton me një vrasës fëmijësh dhe ti do të jetosh me vrasën e burrit tënd. Kështu unë mendoj, Nazmije. Sa bukur ke thënë, Xhaxha. Kushëri, të vjen keq ty? Xhaxha i më tregoi në telefon. A mund ta vërtetosh këtë? O, Zot, më fal mua. O, Zot, më fal mua. Lara, vërtet e lejove këtë djalë të vinte me ne? Hyma? Pse i ka që shqetësuar? Sepse Barbari e lejoj Karan të qëndroj në shtëpi. Kështu tha. A pas ka ardhur Barbari? Ha? Barbar? Eja këtu! Çfarë po bën ti aty? Eja! Kush është ky? Babai i Aliut. Unë do dalë jashtë një herë. Gylajshe?
çfarë po ndodh. Gylajshe! Gylajshe, çfarë u bë? Kam bërë diçka të gabuar. Bukuroshe, mos gabova. Të faleminderit, Barbar. Shumë faleminderit. Falte e vëlla im do të bëhet me letër njoftim. I tjem përbush edhe një tjetër ndërtime të faleminderit. Në rregull? Mirë, mos qaj. Mos qaj, s'ka gjë. Nuk mund të ndalej, pra nuk mundem. Sa shumë më pas kanë munguar për qafimet e tua. Pas kaq muajsh u rilidhëm falti, e çuditshme apo jo? Nuk mund ta besoj këtë gjë, apo jo? Budalla, do të përqafojën gjithmonë ty, por tja do të pranosh, nuk e di. Mos moj. Të më kishe ofruar, ndoshta unë do ta kisha përdorur atë. Unë jam një person me zemër të hapur. Jam gati të godas tani unë ty. Vërtet? O zot, mjaftu tallë me mua, çfarë do të ndodhë me njeriu? Përse e lidhët ju aty? Më trego pra, çfarë bëri ai? Që të mos ik. Nëse mund ta nxjerr Aliun nesër, do ta dorëzoj. Do t'ja jap Aliut pra. A Gjemali do t'jetë në kratë e ti? Fal Karajit, ai do të qëndrojë pranë Timat. Përse? Tja do të shkosh diku? Ne do të shkojmë diku së bashku, vajz. Duhet të ham darkë diku së bashku. Ti pse nuk je përgatitur, vajz? Pse je akoma në pijame? Barbar, çfarë lloj darke në këtë orë për hir të Zotit? Çfarë do bësh? Do heqësh djalin nga dita e parë? Qepe morti. O Zot i madh, Gylajshe, i këti shpejt bëhu gati. Barbar, mos u bë budalla. Vëllai dhe motra janë në burg, unë nuk e kam hallin e darkës tani. Jo, kunat mund të hash edhe në funeral, e di. Gjemal nuk rrit dot pa folur dhe ti. Gjemali dashur, mos fol kot dhe heshti. Më shiko mua. Shiko Gylajshe, dole apo nuk dole për darkë, Ali dhe Merxhani do kalojnë sonte natën në stacionin e policisë. Nuk e pse ta mendosh ti këtë. Nuk mendoj se do kem probleme. Përbes ky njeri, përbes ndonjëherë flet shumë drejt. I dashur gjithmonë e them sakt. Je ti që ndonjëherë nuk më kupton siç duhet. Le ta vëmë kështu. Pas këtyre dy ndeshjeve ju shkoni për darkë. Mendoj dhe Jo, unë nuk do të shkoj në asnjë darkë. Duhet të shkosh. Përse pra? Kush ka nevojë për të? Për çfarë qenka pra? Ama ndonjëherë edhe ti e ka shkok fort, a? Au, ju si e keni hallin, më tregoni, Barbar, do të shkojmë një ditë tjetër pra? një herë tjetër nuk mund të shkojmë. Kjo darkë është një domosdoshmëri sot. Zoti i madh, të kërkoj për herë të fundit. Do të shkosh apo jo? Nuk do të bëjmë gati sepse nuk do të shkoj në asnjë darkë. Ashtu Gylajshe. Ashtu? Ashtu është. Ashtu pra? Ashtu është. Ashtu. Në rregull. Do të shoh. Barbar, çfarë po bën ti? Barbar, më lër? Shkojmë. Nuk do të vi. Zoti i madh. Sot o zot, nuk do të vi me forcë. Më lër pra, nuk dua. Eja me mua, do të mbaj në Nuk dua, shtëpi. po të them më lër këtu, nuk dua të vi. Nuk dua të O shkoj në Zoti i darkë. madh, shkojmë për darkë po them unë. Barbar, a me forcë do të më Po, e dërgosh? merr vajzën si një thes mielli, shiko. Po kjo është aftësia e tij, zakonisht të bën këtë. Duket. Shikoje zonjën, do të dalë me mua për darkë dhe krijon një probleme. E culu tani. Nuk dua. Shh. Tani është në dorën tuaj. Ej, keni kujdes, ha? Bëj kujdes. Ke kujdes. Ej, më dëgjo mua. A jeni të gjithë gati? Haj mori vajzën, ta mos turprojmë ne më vonë. Sigurisht gjithçka është gati. Në rregull. Tani po. Po. Për këtë do kujdesesh. Të deurin apo të humburin? 1, 2, 3, 4, 5. Kara, me siguri do ta përdor joker. Eja këtu, shkojmë.
Shife. Ik. Mirë, kara në rregull, po e mbyll tani. Mirë, mbylle. Pse të thiri kara ty? Pse do të telefonoj? Më uroj shërim të shpejt dhe më pyeti nëse kam nevojë për diçka. Shife. Ai tha se nëse mërzite mund të vi të luaj me ty. Shife. A nuk mund të thuar se Zipkini ka gatuar supë që nga mëngjesi, duke luajtur me ju dhe duke rënë të fikët? Jo, më vjen të keq për të. Ai është një djalë shumë i sjellshëm. I sjellshëm. Ik moj tani. Zoti i plot fuqishëm, si po më teston. Pse mund të telefonoj? Aliu është në arrest, ai telefonoi për këtë. U arrestua Aliu? Pse u arrestua Aliu? Ai e bëri atë për të mos lënë Merxhanin vetëm. Mos u shqetëso. A do të them diçka? Ju keni arritur shumë mirë në këtë moshë, përbes. Si ka mundësi që asnjëri nga ju nuk është i mençur? Ja pra, asnjë nga ju nuk është. Pse po buzëqesh ti? Aliu ka bërë ashtu si duhet bërë. Ai veproi ashtu siç duhej. Çfarë di për dashurinë prokurore ti? Vërtet? Nuk kam rënë kurrë në dashuri, çfarë duhet kuptoj? Në rregull. Pije supën tani, do të mbjetosh. Do të jetosh për të rënë në dashuri. Zafer, unë nëse ha këtë supë, do të helmoj veten dhe do të vdes pa rënë në dashuri. Lëre të qëndroj. Nuk dua. As mos guxo. Po ma thyen zemrën, të kam bërë supë prej në mëngjes. Deri tani e pregadita. Po ky është problemi pra. E kaluat gjithë ditën duke bërë një supë që mund të bëhe për 1 orë, Zafer, dhe nuk e di se si e përgatite. Përbes. Mos fol shumë ha. Nuk do të ha, ndalo? Ha? Mos u bëj kokë fort, ha? Të betohem se do të bërtas, largohu. Bërtit, do të hash. Haje. Zafer, ka erë të mërshme. Pse gënjen kështu, je e sëmur. Nuk mund të nuhasësh nga sëmundja. Ti e han atë. Do të hash. Të lutem nuk do të ha. Përbes, ja kështu do ta mbaj hundën, do ta hap gojen dhe do të hash. Jo! Kjo është e tëra. Ha. Po vjen. Le të vi. Hajde, bismillah. Nuk ka mundësi, Zafer. Çfarë, nuk është e shishme? Kjo mund të jetë supa më e shishme e jetës time. Kjo supë po të vriste ty, më duket se. Mirë, isha tendencioze, në rregull. Ma jep, jam shumë e uritur. Ma jep, të lutem. Ti më ofendove shumë. E vërtet është. Do të më kërkosh falje. Mirë. Më falni shumë që ju ekzekutova pa bindje. Dhe gjithsesi, faleminderit shumë që u kujdeset për mua gjithë ditën sot. Shumë faleminderit. Me kënaqësi, në fund të fundit ju jeni prokurorja jonë e familjes. Duhet të jesh mbrojtur dhe kjo është puna ime.
Sare? Tia nuk e rënë asnjëherë në dashuri? Çfarë? Duke folur për Aliun, të thash se çfarë kupton për dashurinë ti. Dhe ti më the mua se s'ke rënë asnjëherë në dashuri. A është e vërtetë kjo? A më the të vërtetën? Ke rënë ndonjëherë në dashuri? Nuk kisha kohë të dashurohesha. Dashuria vërtet ka nevojë për kohë. A është pa kohë, thua? Nuk e di. Më duket se dashuria nuk ka kohë. Ti a ke rënë në dashuri me hymën pa kohë? Nuk e di nëse jam i dashuruar në hymen. Po të isha i dashuruar në te. Nuk mund të mendoja për askën tjetër. Largohu nga këtu. Sare? Largohu! Largohu që këtu! Largohu që këtu! Mos e bëj! Largohu që këtu! Ndalo, Sare! Jashtë! Të urej! I urej njerëzit si ti! I urej! Sare, të lutem qetësohu! Edhe e mbam vajzën të zënë dhe gjithashtu thot se po mendoj për dikë tjetër. Largohu nga këtu! Nuk dua të lutem, shoh! Sare, mos! Shko! Sare! Shko, largohu! Nuk dua të shoh! Largohu që këtu! Sare, të lutem, mos e bëj! Nuk dua të shoh! Sare! Shporu nga këtu! Shporu! Mjaft! Ç'po ndodh këtu? Ç'po ndodh? Rash në dashuri me një burrë që duket si babai. Me një të poshtër si ai. Puna e mbarë. Si e vlla? Faleminderit. Omeri ku është? Me njerë do të thras. Mirë, faleminderit. Çfarë që nga puna barbar? Mendova se do të më zbutosh më parë mua, pastaj të më sjellësh këtu. Edhe, nuk po zbutesh? Barbar, ti më tërhoqe zvarr për dorë dhe më sjelle këtu. Komisar Barbar, mirë se erdhe. Mirë si u gjeta vlla. Si jeni ju? Mirë, komisar. Mirë. Pakoja ime ku është? Këtu. Si e ti, si po shkon puna? Mirë jam, komisar. Mirë. Faleminderit. Jam borxhlin A ndaj mund jush. të ndodh një gjë e tillë? Kur të ktheheni tek ne, mund të blini ndonjë çaj. Dhënë të zoti. Eja. Çfarë paketë është kjo? Eja tani. Eja.
Vlla Erdogan, unë të vish. Motra ime, Gëlajshe? vëlla. Ti çfarë bën këtu? Mirë jemi motër, qetësohu. Jemi mirë. O, falë zotit. E ju pse erdhët? T'ja bëjmë kështu, të flasim, si thoni të bisedojmë në darkë. Të ham darkë dhe të flasim si... Moj Gylajshe, ti e bërë pak naive më duket. Nuk të kam thënë gjatë gjithë kohës se do të shkojmë për darkë? A duhet të flasim për urinë? Çfarë ka brenda kësaj? Brenda kësaj ka ushqime? Po pra. Moj bukuri. Gylajshe, mendove se do të të shoja në një darkë romantike kur vllai dhe motra jote të jenë këtu në burg? A do të të detyroja? Nuk e besove këtë, apo jo? Unë jam shumë e dashuruar me ty. Tani neja do të kemi ashtu... Pra, do të kemi një takim të dy fisht ka do në qift? Qift, do me thënë, ha? Eja, bukuroshe, më ndihmo tani, le të vendosim tavolinën, le të lëvizim pak. Ta vendosim në mes. Më shiko mua. Çatall, çfarë? Ku është djali im, më thuaj? Çatall, po të them për herë të tretë. Djali yt e ftoi vajzën më të bukur në botë sonte për darkë. Në rregull? Lutu që të mos prish asgjë. Për çfarë ke fjalën? A e di nusja ime për këtë? Jo. Kjo është një tjetër. Barbari është pak i shpejt, por le qëndroj mes nesh. Mos guxo. O, Zot. O, Zot. A kështu e rita këtë fëmijë unë, ha? Gjithsesi nuk ishe ti që e rriti këtë fëmijë. Fëmijët që ke rritur nuk do të shikonin asnjë ditë, e di këtë. Aj, motër, lere ti pëse po e bën, lere do të baj unë? Jo, bre shpirt. Jam mësuar me këto unë. E bëj. Barbar. Urdhro vlla. Ka diçka të re nga Ragi Pajashi. E kam gjetur vlla. Është në rezidencë, në garazh. Ali? Ha? Shikot kanë sjellë ushqimin tënd preferuar. Mercan, Ha? a bën të them diçka? Fol? Duhet që të kem dëshmitar Gylajshin dhe Barbaren. Nuk mund të shoh fytyrën tënde, por tani është koha e dur. Për çfarë është koha e duhur? Më dëgjoj.
A e din që ai nuk ishte një fëmijë keq. Për shembull, pasi ka humor në futbollin e lagjes. Nuk u ankova kur të kimat për këtë. Por të kisha vetëm 2 moneda në xhep, do të jepja patjetër një. Për shembull, nuk do të prisja që ai të ngrije, po të rrëzohesha. E njëra i vinte ideu ndërsa unë luaj akoma. Dhe e më thoshte, eja shkojmë në shtëpi. Vrapova pas ti, pa e përsëritur 2 herë. Gjithmonë bëja atë që shihja fëmijët të tjerë duke bërë. E kapa një herë për dorë. Për ai kur s'ma mbajti dorën time. Por unë do ta marr atë. Do të mbaj dorën e djalit tim. Erxhan. Barbari gjeti babain tim, Erxhan. Kur të dën nga këtu do të marr një letër njoftimi dhe pastaj do gjejmë familjen tënde dhe do të marrim dhe letër njoftimin tënd. Dhe bashk atëherë do të martohemi bashkë me një dasëm me daullë, Erxhan. A je dakord? Ja, Mali. Po. Kjo është propozimi më i bukur që kam parë ndonjëherë. O, zoti madh. Pra, do të them pas tënde, sigurisht, po e them. Por edhe afati ju të mbaroj ashtu, kështu, zot o zot. Mirë, Gylashe, në rregull. Këtë gjë do ta diskutojmë në darkën tonë të ardhshme. Pikërisht ta diskutojmë, pra. Të lutem, na jep diçka. Humbu që këtu. Kontrollova gjithçka, çdo gjë është qetë. Çfarë po bën i çmenduri? Çfarë mund të bëj? Ai është duke fjetur. Vetëm duke fjetur. Apo dridhet ky? Po ngrin.
Nuk doja s'ta mbuloja me batanie, mos me keq kupto. Mu kujtua se si na torturonte kur ishim fëmijë. Ne ishim të ngrirë në dëbor, por ati nuk interesante. Le të ngri edhe ai sonte këtu. Kara, nëse më thua ta dëboj, do ta bëj. O, jo, more. Për bes, po. Është e vërtet se nëse ndonjë nga të shpërngulurit është kundër ti, unë do të merrem me këtë ndyrësirë. Jo, jo. Ti po e bën gjën e dur. Ti e di që jam më i miri kur bëhet fjalë për urrëtitjen. Mos më dëgjoj mua. Fole për urrëtitjen. Arestimin e Merxhanit. Po, mendoj se e bëri Nazmia. Vërtet? Është e vërtet. Prova nuk kam, por mendoj se po. Nazmia nuk do rrije qetë. Ne e dim këtë, apo jo? Çatalli pra doli. Por Nazmia nuk do të largohet nga kjo botë derisa të përgjigjet për atë që ka bërë. Edhe ne e dim këtë, apo jo? Hajde Arif, blidhi fëmijët. Kujdes, do rëzohesh. Kur do të lirohet vëlla Aliu dhe motra Merxhan vëlla? Nuk e dim, por dashuria Sare e di këtë. Ajo do t'i shpëtoj. Shpresojmë. Hajde Arif, vrapo. A do të shpëtojnë Zipkin? Dashuria Sare mund t'i zgjidhet të gjitha. Ajo mund të zgjidhë gjithçka, por ajo e bën të vështirë për mua. Pyes vete nëse Saviti dhe Zipkini ishin në gjendje të ushqenin fëmijët. Zipkini dhe Saviti do të menaxhojnë. Ata kanë bërë shumë për ty. Motor? Mirë mëngjesi, zërës të dashuris? A e tani kjo do të ngacmohet vazhdimisht. Faleminderit, do ta bëj. Sare? Prokurore, shpresoj që të largohemi sot. Do largoheni. Oh, falë Zotit. Motor. Falë Zotit. Oh. Vëlla? Gülayşe. Ali? Merxhani. Ju zbarkuat në të katërtat përsëri, bravo. Pse është e zemruar kjo tani? Është pakesa mur sot. Mirë, hajde, Merxhani erdhi këtu për shkak të shpifjes. Për ti? Për ti pse e fute vetëm brenda? Ju e dini se gjyqi juaj është ende në vazhdim, apo jo? Nuk u paraqitë për seancën e parë. Çfarë do të bëjmë tani nëse ata zbulojnë se është i njëjti person? Më thuaj? Hë? Por ata nuk e kuptuan, apo jo? Po, falmeje. Duhet të luftoj për drejtësi, por është faji juaj që unë gënjej vazhdimisht për ju. Po, shiko, ata ofenduan këtë vajzë të qorë. E lastruar.
Prokurore, të falenderoj për gjithçka. Përbes nuk mund t'ju falemderoj mjeftueshëm, Sare. Edhe juve faleminderit. Dhe? Pa Barbari ku është? Nuk e di. Çfarë do të thotë se di? A ju largua herët në mëngjes, pra nuk e di. Ku pas ka shkuar atëherë? Hyrë. Shef, kam leje, mund të hyj brenda? Sigurisht, Barbar. Mirë se erdhe. Ullu. Më the në telefon se çështja është e rëndësishme. Shefim. Raport nga Talat Shahin Menovkën Çatall nga spitali. Pra, baba yt. Ashtu është. U diagnostifikua me fshirje të kujtesës. Ka nevojë për kujdes. Ai nuk do të jetë më në gjendje t'i dëmtoj fëmijët. U betova se do ta vrisja, por tani kujdesem për të në shtëpi. Pasi s'më ka mbetur më asnjë pengesë për të kthyer në punë, do të dëshiroja që çështja ime të mbyllej. Pra, do të kthehesh në polici? Po, shef. Mirë. Le të shtojmë këtë informacion dhe le të shohim rastin përsëri. Shef, nuk kam shumë kohë. Ke nevojë për para, Bir? Nuk do të vija kur të kërkoj para, shef. Ky është Aliu. Kjo është Merxhani. Ky është Zaferi. Dhe ky është Sabiti. 4 të pastrehët që u rritën në rrugë. Ata nuk kanë familje. Nuk kanë dokumente. Nuk kanë jetë, nuk kanë dashuri. Dhe kjo është e gjitha falti, pra Çatallit. Unë sinqerisht dëshiroj që t'ua kthej jetën që babai im mori prej tyre. Do të gjej familjet e tyre për të marrë dokumentet e tyre. Që të mund ta bëj këtë gjë në rrugë ligjore, më duhet të kthehem në punë patjetër. Kjo është arsyeja pse dua të kthehem në punë. Prit vajzë. O djalë, prit! O, zot, o, zot. Po, ndalo më djalosh. Bën sikur të ishin në burg për disa vjet. E djena arrestuan dhe sot u kthyem? A mendon se kjo është arsyeja pse përqafohen? Edhe unë ndihem në soj. Vajz! Pse e pranoj me njëherë ofertën tënde? Mu deshta mendoja të dija më shumë për këtë. A është mundur të arrijet me njëherë një marrëveshje apo jo? Dhe ti s'mund të rrije pa folur, ha? A çfarë mund të bëj? Dua t'i tregoj të gjithë botës se ju të dy do të martoheni. Vllai, do të marrim pasaportën e këtij bastardi, do të gjejmë edhe familjen e motrës tënde dhe pastaj do të bërtasësh. Do arrim edhe këtë. Barbari thiri. Ata janë rrugës, po vinë. Po e sillin.
Ali, do ta marrim letër njoftimin tënd dhe do ta largojmë nga jeta jonë. Do t'jetë pak vështirë. Do ta kem të vështirë ta shoh në fytyrë. Vëlla, ti tashmë e ke parë fytyrën e tij. E çfarë do thotë kjo? Të kujtohet pronari i shtëpisë ku shkuam. Edhe? Aja është Ragip ishte ai. Ali, ndoshta nuk të ka njohur. Apo për ndryshe nuk do ta kishte bërë këtë. Jo. Ai mund ta bëj këtë. Prokurore, por tani çfarë do ndodh? Çfarë do të bëjmë kur të arrijnë? Barbari i bëri një test ADN-je për të siguruar që është baba yt, por ai vetë duhet të bëjë një test ADN-je me liq dhe t'ju njoftoj si djali i tij. Ashtu duhet. Dhe ai nëse refuzon, ju do duhet ta padisni atë. Por do duhet kohë. Prandaj është e nevojshme ta bindni atë. Përpiquni. Ta bindi? Vëlla, ata po vinë. A jeni të sigurt se është baba i tij? Po. Shko më bli diçka. Shko! Pse po dridhet? Është alkoolik. Ka diçka për të pirë. E shek djalin tënd pas 30 vitesh. Dhe kjo është pyetja juaj e parë? Fëmijët mund të bëhen të padobishëm.
Motra e ti do të kishte qenë këtu, tashmë do kishte shtruar një truez në këtë livall. Unë kam një motor. Ti the që kam një motor? Prit më kujtohet tani. Ajo ka lindur pasi ty të shita. Apo jo? Po, ashtu është. Si po ma thua këta? Po them se nëse të duhet një identitet, kështu që së pari vendosni një truez të mirë. Dhe pastaj, gjej motrën tënde dhe sille këtu. Pikrisht këtu. A kuptove? Më kuptove mua, biri.